Regjizori, skenaristi dhe operatori Piro Milkani është ndarë nga jeta, por për shokët e tij dhe në veçanti për bashkëpunëtorët, ai mbetet njeriu madhështor. Aktori Ylli Trajçe, në veçanti regjizori Robert Budina, tregojnë jo vetëm për miqësinë që kanë patur me Milkanin, por edhe bashkëpunimet kinematografike. Më kujtohet fillimisht kur erdhi nga Çekia, ishte mbaroi për operator filmi atje. Për nevojën që kishe kino studio, pastaj këta nga operator kaluan në regjizor, Piroja, Viktori, Gjika, Anagnosti, që ishin këtu. Edhe më kujtohet në filmin në 62, duket ishte filmi vitet e para, Piroja ishte operator. Edhe më kujtohet koha kur xhironi në këmetën e Maliqit atje në kanali i Maliqit, me sakrificat të mëdha, po Piroja ishte njeri i edukuar, njeri i dhimbshur, njeri i dashur, njeri i respektuar, njeri të mrekullueshëm, njeri të pashëm, njeri simpatik, bukurosh kur i thonë Korç. Bukurosh ishte, një zmeri. Ai dhe kur fliste me aq dashuri, me aq përzemërsi sa s'kish këtë vite. Piro Milkani ka qenë një figurë që ka kapërcyer kufijtë e Shqipërisë, jo vetëm në atë kohë, por edhe në këtë kohë. Filmat e tij janë ndjekur nga kina, filmi i fundit është ndjekur, ka qenë në Karlovy Vary në Çeki, aty ku Piro studioi, por unë do të thosha që humbëm një vlerë jo thjesht dhe vetëm profesionale, mbi gjitha njerëzore, që përfaqëson më së miri kulturën e Korçës që e çoi në gjithë botën. Piro Milkani ka lindur dhe është rritur në një prej lagjeve më të njohura të Korçës, ndërsa një nga pengjet e tij më të mëdha ishte që nuk realizoi një film posaçërisht për rrugicat e Korçës, por ajo çfarë duhet thënë është se djali i tij Eno Milkani po pasuron më tej artin kinematografik që la babai i tij.